Tani ka dalë në sken Palladino ishi Fiorentinës si trajner. Po pse s'rikthejnë modën, e kanë akoma në kontratë. Tudor për mua kështu nuk e ka gjatë, sepse Tudor, për mendimin tim, është zëvendës trajner i mirë, por nuk është trajner i parë i mirë për Juventus. Lajmi i fundit që dalë nga mediat italiane dhe 2 ndeshje i kanë dhënë kohë drejtuesit të Juventus. Drejtuesit të Juventus se shifshin ai lajmi që përjashtohet Chiellini nga Këshilli Administrativ, më që shifshim Chiellini këto ndeshje, përjashtohet Chiellini e zëvendësohet me disa funksionar që si njeh, nuk e di kush i njeh, mbase i njohin Torino ose çfarë janë brenda Juventusit. Çfarë do të thotë? Një nga zgjidhjet ose një nga veprimet që do bëjon, kemi Del Pieron që i kemi analist. Marr Del Pieron, marr Chiellinin, marr dhe Pirlon. Që legjende Milanit po edhe Juves njëkohësisht se ashtu si e mbylli karrierën, edhe të rikthej Treshën. Jo. Treshën Moxhi Geraldo Betega me çfarë bënin prapasken. Po të rikthej një Treshe që njëri bëhet drejtor teknike, tjetri sportive, që njohin futbollin, e din çfarë është Juventusi dhe punojnë për Juventusin, vin ca emra, një herë vjen Arriva Bene. Pastaj Pasamale. Ka diçka, çfarë janë këto emra që dëgjoni Juventusi?